Një burr është nxjerrë gjallë në mesditë nga gërmadhat e ndërtesës së Shembur në Bangladesh, tragjedi kjo që tronditi gjithë vendin me një bilanc prej 363 viktimash deri tani. Sot është dita e 4 e tragjedisë, ndërkohë që edhe mbrëm 3 persona të tjerë u nxorën të gjallë, duke pasuar kërkimet e suksesshme të djeshme me 29 të mbijetuar. Megjithatë, shpresat për të gjetur të mbijetuar të tjerë sot janë shuar pasi ekipet e shpëtimit nuk mund të hyjnë dot më thellë. Sipas tyre, pllakat e betonit të Shembura nuk kanë lënë gjepa hapësire që mes tyre të gjendet ndonjë mbijetuar tjetër, apo qoftë për të marrë trupat e pajet. Rreth 900 persona të tjerë rezultojnë ende të humbur sipas listës që kanë paraqitur autoritetet. Kompleksi gjigant që shërbente si fabrik shënon kështu një nga tragjeditë më të rënda në këtë vend. Madje nëse krahasohet shifra e viktimave, një bilanc i tillë është i denjë si të kishte ndodhur tërmet. 2500 persona ishin shpëtuar gjatë shembjes në ndërtesë ditën e parë të saj. Sipas autoriteteve, më shumë se 3000 njerëz, shumica e të cilave gra, dërgoheshin çdo mëngjes të punonin në këtë kompleks fabrike, e cila ishte e pasigurt që nga themelet, materiali ndërtimor e deri edhe 3 katet e sipërme të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. Sot pronari i ndërtesës 8 katësh u vunën pranga gjatë tentativës për të lënë vendin drejt Indisë. Mohamed Sohel Rana u kthye në kryeqytetin Dhaka me helikopter. Lajmi u dha edhe në vendin e kompleksit të rënuar ku gjendeshin shumë njerëz në pritje të kërkimeve për viktimat. Arrestimi i pronarit të ndërtesës u prit me duartrokitje dhe fishkëllima. Edhe gruaja e tij është ndaluar, por burri i saj që nga incidenti kishte qëndruar në arati dhe i fshehur.